Na jemi konë përpara në klasë parë deri në 8-ën një klasë. E kem rrugën mes, shtëpinë ky kënej, unë kënej. Nuk turprohem me thonë që kemi rujtë edhe lopë bashkë në atë kohë. Sa interesant. Në fund 60-ta, fillim të 70-ta. Pastaj unë kom vazhdu në shkollë ushtarake në Sarajevo. Rruga na don, rruga asfaltit 6 metra na don shtëpinë për shtëpie. Në fshat aty. Cili ke që i tha për të parë që është për jashtë bashkëpunimit? Kë. Pa na herët burri është pak më duhet me tregu se. Fillim s'kom dashur me marr kojshin valla. Se ashtu? Kojshi, për që aty vesh një rrugë, kem lujtë, kem Nuk familje të kretë jem kënë të gjapshëm. Përshëndetje. Përshëndetje tu nga djeta. Si kaloni? Mirë shumë bukur. Hajde ndërmë ma o para bën. Po, Ashtu? Për kajtë për avini? prej Barani jemi? Për lugut Baranit. Po, bashkë prej Baranit. Dhe gjusë është veni mirë shumë. Shumë, vallaj. Edhe Barani është shumë vend i bukur. Lugu i Baranit është edhe më i bukur si lugu i Baranit. Lugu i Baranit është edhe një vend strategjik. Sepse lugu i Baranit i përfshin mbi 20 fshatra. Fillon nga Bjeshtën e Emuna, apo Alpët e Bardha shqiptare të Lubenici, deri në dritë bardh, atje të Kpuzi. Kështu që ai lug është edhe vend strategjik, po është edhe vend shumë i bukur. Edhe është vend ku bujqësia, kur është kultivu një kohë, kur është punu toka, është tokë shumë e punueshme. Në lug Baranit ka ndodhur kohën kur ka pas punëtor të mirë, deri në 3 herë një arë më punu dhe domethënë deri në 3 fruta me nxerr brenda një viti. Për kajtë për avini? prej Gjermanie, prej Konstanci, jem marrë në pushim. Një javë ditë, 10 ditë që ashtu. Jam e kënaqur se është Kosova aq e lirë, aq bukur. Si qa me thonë, shumë. Sa vite u bërë në qeni është? 33. Shumë, valla. 33 vite, ne kemi shku pak si në mosh, është vështirë me u adaptu, është vështirë mu integru, për ne 10 vjetrit. Ne kemi 4 fëmijë, atave që në integru, se kanë shku si të vegjel. Ati kanë kry shkollat, kanë studiu gjitha ato, kështu që neve 2 vjetër, dhe më thonë, ne ishim vesh në moshën 32-33 vjeç, kur kemi shku vështirë mu integru me asi, po me gjithat, edhe ne nuk e njëm vetën keq atje, jetojmë në një qytet i quajtur Konstanc, buz liçenit Bodenzes, është biseri Gjermanisë. Gjermania është vetë biseri i Evropës e i botës, po Konstanca është biseri i botës. Është shumë një vend i bukur. Liçeni ka 600 km² sipërfaqe. Gjermanët i thonë deti i Gjermanisë. Po që me perë se kishë ndru me vendin ku jetoni ju. O, sa vujnë nga për perë, kjo është e pa mundshme. Ne ulim sot aty në teras, që do ditë si kara shi, sot bile i shkfjell ujt. I shkfjell si dje ishte pak i trullët, që ka prunë ato betorinat prej bjeshve për ato, dhe fantazi. Thësha, ta kishte kjo bistric, apo kjo lumbart, ta kishte këta ujë edhe në gushte, në korrike, kur është temperatura 30-40 si po buhen kohën të fundit, këtu kish pas me qenë edhe ma fantazi. Me gjithat, janë është zësysh qyteti më i bukur i Kosovës. Ashtu thejme dhe unë. Më i bukur. Ne do. Me pristat bashkëshortën nga jeta, si ne ju dy. Njohjen, si keni pasur? Na jemi konë përpara në klasë parë deri në 8-ën një klasë. E kem rrugën mes, shtëpinë ky kënej, unë kënej. Do të thotë jemi 2 të Baranit. Kemi shku në shkollë fillore kemi shku bashkë. Nuk turprohem me thonë që kemi rujtë edhe lopë bashkë në atë kohë. Sa interesant. Në fund të 60-ta, fillim të 70-ta. Pastaj unë kom vazhdu në shkollë ushtarake në Sarajevo. Fillon në shkollë mesme ushtarake, kjo ka vazhdu gjimnazin 11 majat herë qujken. Edhe studimet atje, unë kom vazhdu shkollën ushtarake, pastaj akademinë ushtarake në Beograd, kom punu në Sloveni, kom shërby atje në Sharmatin Jugoslave, pjesëmarrësi betejës kosares, së bashku me Agim Ramadanin, Sali Çekin edhe të tjerë. Ka trima që kanë në shumë. Me gjithë ata dhe respekt për gjithë ata që kanë dhënë më të shtrajtën për lirinë e Kosovës. Edhe jo vetëm për ata të Kosovës, po për të
në tërë Kosovën ka janë. Patishëm. Ta më pak bashkëshortën, kjo njoja, domethënë tamam kur keni filluar lidhjen, pas banka. Lidhjen e kem fillu ju, e kem fillu unë im kon në universitet, në Prishtinë, kë o kon atje në shtri, jemi njoftë edhe me familje. Po që jeni njohur në shkollë. Jo, normal. Ne ishim kojshi, ne ishim edhe kojshin bara, ne kemi vetëm një rruga na don, rruga asfaltit 6 metra na don shtëpinë për shtëpie. Në fshat aty. Cili ke që i tha për të parë që është për janë dashurit? Kë? Po na herët burri është pak më duhet me treguese. Ta më ti garipes. Se në fillim s'kom dashur me marrë kojshin, valla. Se ashtu, ë? Kojshi, për që aty veç një rrugë, kem lujtë, kem Nuk familje të krejt jem kënë të gjafshëm, apo din? Nuk në atë kohë bashmira, ja. Ja, që kene kojshis. Që kene kujshis, të nduar në kave, morë që kene kujshis. Po, që ajo. Po që... Po tash mirë. Po që ka qenë një njojë, dashuria tonë nuk një në vend... Kujshia s'ku kam. Gjitha këto, apo? Që ashtu ashtë mirë. Aeroni atë dashuri që shru keni si ditët e para. Se edhe ma shumë. Tash edhe ma shumë me mosh. Edhe ma shumë, a? Po, sa tërt mija bëgjele, ty u pedate ja pune ja kështu, tash. Po do me thonë që tash kemi kohë ma shumë për njëri tjetrin, dhe normal se për para. Po kështu gjelezdi ka pas pension? Asnjëherë. To gjelezdia na kanë bytë kohët fundit. Asnjëherë. Po dëgjoj, kemi qenë një farë mënyrë njerëz. Asaj kohë, tash kanë pas vitet edhe ma përpara që jenë shkollu edhe femrat edhe ma shujt kosovara, kupton? Po ne jemi konë të asaj gjeneratës, jo të fillimit, po gjenerata mesme si po të Zizë, se kjo ka emnin Zizë, është Zizë e Krasni që unë jam, shpend shala. A e thërë namën a gru kështu? Jo, vëllaj, Zizë e thirri. Zizë, a? Jo, vëllaj, zdi mi thonë as gru, as hoj, as moj, as Gjyshës. Unë kom unë moj emnin e shpend bajaktarit Vranuti, se ka qenë doja i non stime. Histori interesante pas kjo. Pak po. Po tash kjo i bjen që unë e ku marrë tezën e non steme, se kjo Krasnice me fis. Unë shal, po unë stërnip i Krasnices, i bajaktarit Krasnices, po edhe kjo është mes e shalës e Dubovikit. Se është mes e shalës Dubovikit, është kojshi me familjen e Isuf Gavallës në Dubrovnik. Mu vetëm një gardë, si i thojmë ne aty, i ndonë familjen do më thonë dajtë e Zizë me familjen e Isuf Gavallës. Lidhje interesante bashkë. Bashkë. Histori në veti. Qete me na vetë. Po unë ashtu në dukje, më duke që ka interesant diçka të dukje. Zhije kam pak atë në ti ashtu. Në fund ka një mesazh me ato çifteve, që shmo ka një model i mirë, që që keni kalu ju gjithë çifteve. Çfarë kishte? Hajde ti si grua. Ju kisha thonë, me ndajt mirë, si burri, si gruja, me pas bashkëpunim tjetër gjos ti. Qa mi thonë tjetër? Keni porësi? Mi thonë. Po që kjo porësia jeme, tjetër s'po di qa me thonë. Mirë, bashorti? Unë mendoj me gjithë se kohën e fundit është degeneru pak sa familja shqiptare, në përgjithësi po thëmë, por nuk do të më mërë nështë dikush për të keq nëse thëmë që në Kosovë ka degenerim më të lartë se ka në Perëndim, kur jenë shqiptarë në pyetje. Shifen senet, shifen shkurërzimet, shifen përçarjet, shifen mosmarrveshjet mes bashkëshortë, lexon çdo ditë nëpër mjetet e informimit apo nëpër këto portale të ndryshme që edhe gruaja rrehi burrin. Me një fjalë. Po tash nuk është interesant. Rrehja është e keqe në përgjithësi, po tash edhe gruaja rrehi burrin. Kanë qenë përpara ka rre burri grunë, anëna kënena, po tash edhe gruaja rrehi burrin. Po tash kanë folë dhe tash se dora kush kërkan. Është koha se soja. Ka kalu ma tepër në degenerim edhe kjo nuk po më pëlqen, sepse shqiptarin, ne si shqiptarë që kemë qenë gjithë jetën të okupuar. Gjithë jetën, nuk mund kur Kosova shtet s'ka qenë. Nëse i marim do vitet të asaj kohë, jo të asaj kohë, nuk ka qenë që ka mujtë vetë me qeverisë dhe vjen shumë keq që tash në këtë kohë nuk mendojnë njerëzit pozitivisht, nuk mendojnë njerëzit
ka e mira, ka e ardhmja për me ngrit familjen, për me ngrit, me zhvillu vendin, të je shefës në çfarë gjendje jemi që 8 muaj, 9 muaj për pa qeveri. Ja kja partia, e parti. Unë e kom thonë si partit opozitare, unë Twitter kom, apo X tash të është imax, unë e kom thonë që bili kom qyt me emën, po tash po du me qyt me emën, si partit, po thomë përgjithësi partit opozitare jënë fajtore për këtë degenerim, apo për këtë stagnim të vendit që jënë të jabo. Unë kisha shumë kënaqësi, që se do mi uroj dashuri deri në frymën e fundit, a? Faleminderit. Unë të përshëndes, Ju ty të përshëndes sikur general me 4 ylli ti me konë, se jo une, se unë jam vesh nën kolonel, po ti je sikur Wesley Clark. Faleminderit shumë. Miru pafshim. Respekte, faleminderit shumë. Faleminderit shumë.